jemi me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, që është një partner shumë i rëndësishëm për ne, për gjithë punën që bëhet për të konservuar, restauruar, shpëtuar, rihetëzuar, ndërhyrë dhe kthyer në shërbim edhe të qyteteve, por edhe të turizmit në përgjithësi, po edhe në funksion të mbrojtjes dhe të promovimit të trashëgimisë kulturore historike. Dhe me shumë kënaqësi ju falenderojmë për punën, duket që është bërë goxha punë, jemi këtu në Kalan e Kaninës, në Vlorë. Gjithë pjesa e mureve rrethuese të Kalas Kaninës është tashmë restauruar në pjesën e brendshme dhe të jashtme të saj, janë fugatuar, janë konsoliduar muret dhe ka patur shumë plotësime në pjesën e gjeologjisë së themeleve të tyre. Është bërë afërsisht mbi 72% e punimeve në gjithë kantierin, ku janë realizuar me sukses të gjitha ndërhyrjet restauruese, konsoliduese, por edhe në fazën e fundit që jemi edhe në pjesën e arkeologjisë dhe të restaurimit. Do jetë një atraksion turistik, por do jetë edhe një mundësi për të zhvilluar më shumë evente, edhe aktivitete, kuptohet në mënyrë të rregullt, me listën e re të tarifave nga DRTK Vlora dhe nga miratimi i fundit që kemi bërë ne për indeksimin e tarifave. Këto tarifa na duhen sepse bashkë me punën që bëjmë na duhet të monetizojmë, sepse na duhet që të mirëmbajmë, na duhet që të menaxhojmë, na duhet që të paguajmë personel, na duhet të shtojmë njerëz. Edhe do të kemi ndoshta edhe një promovim edhe të një sistemi të ri biletimi online në shumë prej këtyre siteve dhe kalave dhe objekteve të trashëgimisë, të cilat do të jenë edhe të vizitueshme në mënyrë virtuale natyrisht, por do të jenë edhe të shfrytëzueshme në terren, kështu siç jemi sot. Projektuesit kanë pas zhvilluar një projekt për të bërë një teatër më të madh se sa kjo hapësirë, por duke e parë në vend dhe duke marrë të gjithë topografinë e zonës ku do vendosej teatri, u vendos nga projektuesit që të minimizohej pak teatri dhe të kalonim në një ambient prej 220 vendesh ulse. Po ashtu të improvizuara në natyrë, nuk do të ketë dhe pas një lloj impakti. Po. Janë përdorur për gjatë gjithë Kalas, për gjithë restaurimin e mureve, konsolidimin e tyre, për biletarinë, infopoint, tualete dhe gjithçka tjetër, guri vendas, nuk është marrë asnjë gur për ndërhyrjen restauruese brenda Kalas Kaninës. Edhe në shpellën e Spiles do bëjmë më në fund ndërhyrjen që ta kthejmë aty dinjitetin e shtetit. Ne duhet bëjmë aty të pjesën e shpensimit, që kemi thënë, dhe duhet mbyllim përfundimisht edhe aty të jetë një atraksion. Imara vuan shumë. Imara është në situatë që duhet të ketë shumë më tepër nga ana e atraksioneve turistike. Ktu do ketë tani një lidhje kaldrëmit, ose themi një si themi, restaurim të kaldrëmit. Gjithë restaurimi i kaldrëmit deri në hyrje të Kalas Kaninës. Dhe në krahun e majt të kaldrëmit do jetë gjithmonë pjesa e drenazhit, dhe drenazhi do ketë edhe murin rrethues të. Pra do shkojmë deri poshtë. Do bëjmë të gjithë rrugën deri ku janë deri te pjesa e yjet. Poshtë ku kemi tualetet, ne kemi planifikuar që të vendosim dhe një numër të caktuar makina që do jetë parkingu i Kaninës. Po. Kemi zgjeruar dhe pjesën ku janë tani më mjetet e parkuara që sa aty s'ka patur, ka patur përdorim gjithë mundësinë që kemi të përdoret të gjitha që të ketë sa më shumë vizitueshmëri dhe parkim. Dhe ndoshta duhet të shohim se ne e kemi si themi mangësi këtë gjë që nuk merremi shumë me inxhinierinë e gjelbërimit. Mund të shohim pak në fund edhe në një gjë për inxhinierinë e gjelbërimit dhe ta trajtojmë, apo nuk e kemi këtë mundësi kësaj herë dhe mund ta bëjmë. Do e vlerësojmë sepse do pak dorë kasa të thara të rrëzuara pemë, të cilat mund të trajtohen. Tani kjo do të rregullohet me një rregull, nuk do jetë më ham pa porta, do jetë një kala e administruar me të gjitha takëmet e veta, edhe do jetë edhe dispozicion për aktivitete, edhe do jetë natyrisht pranë bashkisë së Vlorës për t'i dhënë asaj mundësinë për të pasur ajo programet e veta kulturore e tjerë, turistike. Ne nga ana jonë si ministri, juve vetë jeni po ashtu bashkëfinancuesi shumë programeve edhe kulturore edhe turistike si KXH, edhe kështu që edhe në këtë aspekt ne zipresim që këtë sezon ta animojmë së bashku. Janë afërsisht 7 panele orientuese që do jenë në Kala. Të gjithë kaldrëmet në pjesën e majt të tyre do të kenë kanalet e drenazhimit me afërsisht 0.7 për masat e brendshme dhe të cilat do harmonizohen me kaldrëmin, do kenë ngurë sipër që të jetë gjithçka në vazhdimsinë e saj.